askush me bloku buxhetin dikujt. 3 komuna janë me buxhetet miratume pas afatit. Kur kanë shku në qeveri, pas afatit, qeveria me njëherë, një janar e ka procedu në kuvend. Mirë po, a dini cila periudhë është kjo? është periuda kur ka përfundu kuvendi, sepse kemi hyrë në fushat dhe ka qenë koha e zgjedhjeve nacionale. Prej asaj kohe, deri sot, kuvendi nuk ka mujtë më konstituu, sepse kur një komune miraton buxhetin pas afateve, ose pas miratimit buxhetit nga parlamenti, e vetmja mundësi ligjore është që ai buxhet me amendament në kuvend të përfshihet në listë buxhetit. Apo jo, zoti kryetar? Kjo mundësi ka përfunduar. Edhe 20 sekonda, zoti Gjella. Dhe ky buxhet s'ka mujtë mu amendamentu sepse nuk ka pas më mundësi kuvendi me diskutu këtë çështje, sepse kemi shku në zgjedhje, ka pas fushat. Mundësia u kriju tash, kur u konstituu kuvendi, dhe në menjëherë nga qeveria kemi procedu edhe njëherë. Buxhetin e Prishtinës, Gjilani dhe Zubin Potokut, po tash në kryesinë e kuvendit duhet me u votu kjo, po blokadën po e bon Lida Demokratike bashkë me Partinë Demokratike. Ku është interesi, tha? Pyeti ku është interesi. Këtë faktikisht që po e them unë, që e kam thonë tash 2 vite, që vetë vendosja dhe qeveria i blokon të gjitha komunat që nuk janë vetë vendosje, këtë e ka tregu edhe raporti i grupit të krizave. Në më thonë, kjo është një çështje publike, se jo e keni blokuar. Ta kthej fjalën me një përse ta përfundon zoti Rama. Tash me ta shpjegu që ne 3 herë, nëse donë me ditë faktet, 3 herë kemi dërgu në kuvend aprovimin e buxhetit në kryeqytet, edhe 3 herë është bloku prej vetëvendosjes aty në kuvend. Të 4-ën herë kemi kalu me 9 dhjetor. Do më thonë, kjo si mbas gjitha parametrave është brenda regullave. Hajde po them që s'ka mujt. Po them që këto që ka i tha zoti Qeku nuk janë të vërteta për ndryshe, sepse kanë mujt me u bo bashkë parlamenti edhe me votu. Këto që ka i tha nuk janë të vërteta, po e lexojmë që janë të vërteta. Atëherë, Parlamenti i Kosovës, Ministria e Financave është dashur me aprovu buxhetin e vitit paraprak, pra të vitit 2024, zoti Qeku, të cilin po ashtu e kanë bloku. Pra, të hyrat vetanake të kryeqytetit i kanë bloku. Sot e kësaj dite ne kemi më shumë se 30 milion të blokuara të hyrat vetanake. Shiqo, a din që kanë bo? Po tash, nuk falë, unë të ndëgjova, ti s'po më dëgjon. Një 12 është bota së bota. është koha ime me bisedu, me folë dhe me tregu qytetarve gënjeshtat e juja. Kjo është. Edhe të lutem, lem t'i tregoj qytetarve. Faleminderit. Do me thonë, buxhetin të cilin ne si kuvend në asamble, në kryeqytet e kemi aprovu të vitit 2025, qeveria nuk e ka aprovu, nuk e ka bartë. Në bazë të kushtetutës është dashur tash buxhetin e vitit 2024. Edhe çka kanë bërë tash? Vijat buxhetore tona të cilat i kemi në vitin 2025 për projekte kapitale janë normal të projekteve të reja, ndërsa vijat buxhetore të vitit 2024 janë të vitit paraprak. Edhe çka kanë bërë këta? Dhe më thonë, në bartin që po e përmend këtu zoti Qeku, në faktikisht transferin e 1/12, i kanë bart vetëm ato që janë aspekti pagave për qytetar, për punëtor të komunës, ose janë çështje tjera të shërbimeve, mirë po jo të investimeve kapitale të cilat ne i kemi pas në proces. Pra kanë thënë, kjo vi buxhetore 2024 nuk po lidhet me 2025, edhe këto nuk ja transferojmë. Tash në njërën anë, nuk e kanë pranu buxhetin e vitit 2025, në anën tjetër nuk e kanë pranu buxhetin e vitin 2024 me na e transferu neve, se nuk qenë kanë vijat e lidhuna njona me tjetërën. Pra kanë gjetë arsye për blokim. Përveç kësaj, vetëm që një shumë e rëndësi, të hyrat vetanake i kanë bloku, paret tona të kryeqytetit i kanë bloku. I keni bloku, sot e kësaj dite nuk i keni transferu asnjë cent, i kanë bloku. Po bëhet fjalë për tatimin pronë dhe për tjerë. Jo, zoti kryetar, ty nuk të bloku asnjë gjë.
edhe një... Kjo gënjeshtër, kjo mu mbren shumë që gënjeni live në televizion para gjithë qytetarëve. Ne kemi të regu pa di ndaj ministrit edhe dikush kështu do të shkojnë burg. Ministri ose 3 zyrtarët ose të gjithë. Do më thonë kjo është çështje faktike, zoti Qeku. Është çështje faktike. Zoti Qeku. Gjithsesi në burg dikush, po. Një 12 është formull. Nuk ka diskrecion. Nuk mundet një ministër me vendos cilën pjesë të një 12-ës me qututje. Ashtu pra, nuk mundet pa e ka vendos. Vetë sikur të kishë qenë ma i disiplinu. Vetë sikur të ishë siguru që prej momentit kër e ka prish koalicionin, ka fundi vitit të 2 të qeverisjes. Me pas një plan B, se si ka me i bo numrat në kuven. Vetë sikur të kishë qenë i disiplinum në afate ligjore të buzhetit, sepse të gjithë i nështrohemi rregullave të njëjta, kur farë problemi s'kesh pas. Edhe sot e keni mundësin që në këtë kuvend të konstituar me e kry punën e buzhetit Prishtinës. Po të lutna, kërkoj kolegëve tu në Lidhjen Demokratike që në kuvendin, në kryesinë e kuvendit, ta themelojnë sa ma shpejt Komisionin për Buxhet dhe Financa dhe automatikisht brenda disa ditësh të votohet edhe buxheti juaj, edhe i Gjilanit, edhe i Zubin Potokut dhe këtë ato detyrime, faturat që tu kanë mbledh me i kry.